Po të shikoni për shembull me kujdes. Në disa vende, domethënë ku Partia Demokratike ka pushtet si në Kavaj, si në domethënë Mirdit apo në qytete kështu ku ka në fusharës në Puk, fitoj zgjedhje, pra tregon që njerëzit janë lidhur në mënyrë pragmatike dhe ti nuk mund t'i braktisësh ata pastaj ti kërkosh mbështetje. Ti nuk i mbështet dhe pastaj kërkon mbështetje. Dhe unë mendoj që Gimi, nëse mund ndërhyj pak. Domethënë, jam dakord me këtë që thotë, po nuk jam dakord sepse kjo Parti Demokratike asnjëherë realisht nuk ka fituar zgjedhjet vetë si forcë politike. Por ka bërë ka përcjell me Ilberi, duke u lidhur me Ilir Metën, herë me këtë, herë me atë, dhe pra kjo parti ka ardhur. Majta është shumë e fortë në Shqipëri, me rrënjë shumë të forta në Shqipëri dhe ti për të mundur të majtën ndonjë filozofi të jashtëzakonshme, jo ti imitosh të majtën. Po ndërhyj prap, mendon Gimi se kemi të majtë dhe djathtë realisht në Shqipëri? Jo, fatkeqësisht djatha u zhduk, domethënë, po të kemi, shiko. Jo, edhe historikisht flas. Ndoshta një njohës, domethënë Berisha, duam ne është një njohës shumë i mirë i filozofisë shqiptare. Dhe për të shmangur një lloj pasqyrimi të tij, domethënë që nuk ishte shumë i djathtë, por përdori politika sociale të majta, ti je dëshmitar bashkë me mua se si u zhduk legaliteti, balli, Partia e djathtë, domethënë Kalakula, Baleta. Po as ato nuk kanë qenë djathtë me fillt të të paktën kishin një lloj historia e Shqipërisë, se ju jeni studiues me gjithë respektin, nuk kemi pas në realisht forcë të djathtë politike, duke pas parasysh se si është krijuar djathta në botë. Tash i përtonë djathtë duke Balli ka qenë, domethënë Balli ka qenë socialdemokrat. Pra, socialdemokrat. Legaliteti nuk ka qenë i djathtë, legaliteti edhe zogu ka pas reformat, njësoj reformën e tokës. E ka pas njësoj vetëm që me aplikim më të ngadalë. Po nuk e përcaktonte ai të paktën, shiko, zakonisht se ne na tarrojmë nacionalizmin me të djathtën, po kemi edhe nacional komunist, kemi edhe nacional nazist. Po ta ndajnë në thelb. Hitleri nacional ka qenë. Ta ndajnë në thelb, domethënë, edhe fashizmi, edhe nazizmi, edhe socializmi, edhe gjithë politikat që projektojnë dhe programojnë se sa do jetë ekonomia janë të majtë. Faleminderit. Djathta ka në thelb liberalizmin, ka filozofinë të qenurit në Ilir dhe duam ne kur kthejmë kokën brava, koncepti i reformave për lirinë e sipërmarrjes ka ekzistuar në kohën e Zogut. Por po të kemi parasysh që ne vinim që ti alfabetin e ke ndërtuar në 1908. Librat e parë shqip i ke botu vonë. Dhe nuk mund pretendosh ti që pa libra, pa histori, pa gjëra të shkruara që pas ke një lloj filozofie, pa një zhvillim bujqësor minimal. Ne duhet të jemi feudalizëm të ndërtosh ti të djathtën. Ne duhet të jemi mirënjohës atyre burrave që lanë gjithçka në 1908. Domethënë që nga 1878, që nga lidhja e prezent. Po dakord. 1908, 1912, 1920 janë burra të fortë.